Hoxhë, a ka mundësi me na tregu çish bëhet umreja? Po, fillimisht umreja bëhet duke bën nijet. Nijetin e umrës janë do kufina para se me shku në Qabe. Shembull, nëse shkon në Medinë, prej Medinës e kinja 15 kilometër apo 17, në tonë çati pare, Dhul Hulejfe, që aty është xhamia, që aty është vendi që bëhet nijeti. Nëse shkon me aeroplan në Gjidde, dush me bëhet nijetin në aeroplan, para se me zbrit aeroplanin në Gjidde. Nëse vjen ka Jemeni, në tonë, janë një 5-6 kufina, në tonë, para se me shkue në Qabe, e pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka caktuar vendet ku bëhet nijeti. Nëse kalon ka jo rrugë, fillimisht e bën nijetin duke thonë lebejk Allahumma umraten. E bën nijet për umre, tu përgjigje Allah me umre. Po në momentin që e bën nijetin, dush me vesh 2 ihrama, 2 peshkira të bardha, e cila simbolizon qefinin tanë kur ki me shku të Allahu Gjellëshanu. I hek teshat për meshkujn, se femrat ashtu si janë, do të thonë ashtu edhe e bëjnë nijetin. Te meshkujt i heken gjitha teshat që ka kanë në trupin e tij, me të mbrenshme komplet. Edhe i vesh ato 2 hirama, edhe e bën nijetin, edhe thu lebejk Allahumma lebejk la sharika lak deri në fund, derisa të shkosh në Qabe. Momentin që të shkosh në Qabe, çka lejohet, çka s'lejohet kur i ki vesh ihramet? E tash çka lejohet me hongër, lejohet me pi, domethënë lejohet me flet me ato tesha, po nuk lejohet me mbulu kokën dhe me mbulu komt. Nuk lejohet Çish komt? Komt me qerapa. Aha, me qerapa. Ose kur të flen. Po. Kur të flen, shembull, nuk lejohet me mbulu e komt, shembull me çebe. Dush me i pas komt, domethënë të shplume. Edhe kokën zguzon me mbulu. Edhe as kapela s'kujo. Mundesh me marr çadër me pas hija, ma kapel, kapush diçka jo. Zguzon me përdo parfem. Zguzon me flet me një çan ton ato që janë burë gru. Për ndërpres domethënë Allah, është një detaj shumë interesant ta ndoj me shikues. Kur thove zguzon parfem me përdor. Kur hipëm në aeroplan, ne ishte herën e fundi kur kem numre, stewardët kur erdhën me na u hipshin kitëve udhëtarëve palloma të lakta. Çashta. E të ne të ishin jo për juve sa se jo jeni me umre. Domethënë nëse e ki bon nijetin, ama para nijetit s'prish punë. Momentin që i thu lebejk Allahumma umraten, tu përgjigja o Allah me umre, në thonë këto janë disa ndalesa. Ndalesa e parfimit, ndalesa e çdo sen sapun, shampon, para pallomat lakta e ki ndalume, është ndalume me flet, në thonë me një çan tant, shembull nëse janë burrë gru, është ndalume me myt ndonjë kafsh, në thonë gjallë me myt, me prej, ose me myt me gurri, ose me diçka, domethënë me shkel, domethënë është ndalume, e tash ndonjë mizë, ndonjë sen, domethënë nuk prish punë. Është ndalume flokt me i prej. Nëse del një kime, shembull pa hire, pa qëllim, s'prish punë, po me marr gërshon me prej mjekrën ose flokt, domethënë është ndalume. Është ndalume me vesh gjana të kepta në trupin tan. Domethënë këto janë ato disa ndalesa. Tjerat janë këtë lejume. Nëse ndoshta kam harru diçka, po këto janë ato përgjithësi. Pastaj shkon edhe sillesh rreth Qabës 7 herë. Duke filluar nga gurri i zi. Gurri i cili është ardhur nga xheneti. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasallam e ka vënë pejgamberi sa si shenjë për me fillu tavafin. Ajo ka qenë gurri i bardh, është prum nga melaçet nga xheneti. Pejgamberi sa me ka vënë ka qenë i bardh, pastaj u zhboi i zi duke prek njerëzit prej gjunaheve, thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, u zhboi i zi. Do të nga gjunat e njerëzve të birit Ademit. E prej atij që është do të gurri i zi fillon tavafi. Do të 7 herë derisa të përfundosh do të te gurri i zi. I thu bismillah me shenjë e bën, nëse mundesh me shku me e puth, edhe pse tash është më smundesh, do të thonë se tosh kallabllok i madh. Ma herët në kohën tonë që kemi studiu, që në kohën e verës kena mujt me shku me prek se s'ka pas. Ama tash më në tonë tanë vitin është kallabllok. Po e bën me shenjë. Bismillahi Allahu Akbar. Fillon. Çati mbaron. Pra pres dyti ku të vishte ajo vija, apo të ajo shenja, të ajo qoshi, apet i thu me dorë, e ngrej dorën, edhe i thu Bismillah Allah Akbar, 7 herë. 7 herë, dhe në tonë nuk thu, se i kibo 7 herë, del, i falë 2 recate mas mekamit Ibrahim. Mekami Ibrahim është një gurë që në kone Ibrahimit a.s. është përdor ajo si skele, për të ndërtu Qabën.
rrit, është zvoglu, a ka qenë afër Qabas, pastaj është largu, e Allah e përmend në Kur'an thot, mas me kamet Ibrahim falni 2 recate. Masi ti bash 7 herë tavaf, i fal 2 recate mas me kamet Ibrahim. Pastaj është sunet me pi zemzem, ujë, ka në Mekën Qabe, katë cilësh. Pastaj shkon Safa dhe në Merva. 2 kodra ku Haxherja e ka hec ato 2 kodra, se kur e le Ibrahimi a.s. Haxherën me Ismailin, edhe s'ka pas ujë, s'ka pas, ka qenë thatësi, edhe e le të ujë zemzem, që është ati mes Qabës dhe 2 kodrave Safa dhe Merva. Edhe Haxherja del nga Safa dhe Merva, hec, duke shiku mos po vjen dhe një familje që me veti të kete ujë që t'jape djalit vet. Masi i ban 7 herë pin Safa dhe Merva kalon, e ban ato udhimin. Sa është larg ajo? 500 metra është, prafësisht 450-500 metra një udhim, prej kësaj kodë në atë kodë. Edhe 7 herë dush mi bo këto. Prej Safa fillon, në Merva mbaron, e kur i ka bo Haxherja këto 7 herë, që atër ka dorë ujë zemzemi, te momentit të ato vendi ku është tash zemzemi. Edhe kur shkon aty Haxherja e sheh që është një ujë duke dalë edhe i thot zem, thot ngrumbullou. Ngrumbullou se ja ka nis me dal me të shumë. Edhe thonë ulemat mos kishe thonë Haxherja zem, mlidhë, sot i zhbohen Mekja pa pllav, rreg, nga ujë tepër. Edhe pastaj ka nis me dal kadal, sot ai ujë nuk ka të shterme. Nuk ka burimin thuhet që është nga xheneti, edhe është ujë për çka ta pish. Masi i ban 7 herë, atëherë edhe mashkulli edhe femra shkojnë i prejnë flokt. Femra? Po, edhe mashkulli është sunet, pejgamberi alayhis salam ka bërë dua dhe ka thonë Allahu i mëshiron ata njerëz të cilët mas ta kryjnë umrën shkojnë i prejnë qel. Koxhak. Me xhilet. Se unë është si kesh nësi, dhe më thonë i bona nish kështu me asi. Hadithi është komplet, muz, i thënë arabisht, muz me xhilet. 3 ka bu dua. Po njonin nga ata që edhe ne në herë i shkurtojmë, në herë i ikmi qel, edhe i ka thonë ja Rasulullah, po ai cili i shkurton, 4 herë ka thonë Allahu e mëshiron atë njeri i cili i shkurton. Nga kushtet e umrës është mi shkurtu. Nëse i ik qel te mashkulli, mirë. Nëse nuk do mi ik qel, mund është me i shkurtu. Kurse te femra, bishti i saj shkurtohet 1 centimetër. Ka në hadite ermele, sa një pjesë të gishtit, e cila është 1 centimetër, e shkurton vetëm bishtin e flokëve edhe me ketë përfundon. Po, duhet me e gjetë edhe mashkulli, edhe femra duhet me e gjetë dikan që ka dal nga hirami, i ka shkurtuaj, edhe për me ja shkurtu shembull burri grus. Burri do të me i hek flokt, që do të me pas pak si detaj, se shpesh njerëzit me zveti i shkurtojnë flokt, nuk ban me zveti me shkurtu flokt. Se duhet dikush i treti me t'i shkurtu, pastaj ti me shku me ja shkurtu shoku tant, ose me ja shkurtu grup. Jo, gjaki berbera sa dush. Po, shkon i shkurton ti, pastaj ti va shkurton ti. Ama pa ti shkurtu dikush ti, nuk gozon ti me ja shkurtu tjetërt. E kjo pastaj lejohet me shku, çdo sent pastaj lejohet. Ama i lirje. E sa se umrën e fitove se vapin inshallah. Edhe kjo është ajo se vapi umrës që ka. Kjo sa zgjatet një 2 orë. Po kjo 2-3 varet pi kallaballok, varet pi grupos edhe kështu me radhë.